Unë jam Hava Krasniqi dhe kjo është Sara Gashi. Ne sot do të tregojmë për çantën time. Po. Pra kjo është çanta e shoqes time, Hava. Po. Dhe tani do të tregojmë për gjepit parë. Atëherë le të fillojmë. Kjo është shishja ime, se që shehni. Po. Tani Hava e ka një çantë ngjyrave. Se që shihni. Pastaj e ka edhe një fletore. Po. Një fletore. Ja shikoni me Barbie. Një vizore. Nxjerrin tek xhepi i madh. Kjo është libre që ne mësojmë në shkollë. Edhe kjo është. Edhe kjo. Pastaj kemi disa fletore. Ja shikoni këto për detyrë klasën. E kemi edhe kjo është edhe një libër që mësojmë. Këtu edhe tek xhepi i vogël kemi diçka shumë interesante. po. E kemi këtë. Është si një farë kulete. Po. Po ashtu kemi edhe këtë kimikun, siç e shihni. Kjo është çanta ime dhe ne do të tregonim. Kjo mund të jetë edhe për ngjyra dhe për çdo gjë. Tjetër, atëherë ne kemi edhe dy tableta shumë njësoj, por vetë se ky është më i madh se tjetra. Po, ne do të tregojmë edhe diçka. Ne kemi edhe një libër me pyetje dhe përgjigje për shumë gjëra të ndryshme. Për shembull, kemi këtu. Për toronadon, siç e shikoni, dhe për si të them për ujë, nga vjen uji ose shiu. Kemi edhe peshkaqeni i bardhë është kë, siç e shikoni ja këtu. Po. Kemi shumë gjëra. Po, kemi shumë gjëra. Kjo është balena blu e cila han 4 ton në ditë. Çdo ditë karkaleca të vegjël ose gjëra të ndryshme të detit, të vogla. Tash Nga se përbëhet bora. Nga se përbëhet bora, janë një ortek, siç e shikoni këtu, edhe si të them në anën tjetër. Këtu kemi kjo që shihni është toronado, ja, ky është styri i toronados. Kurse këtu tregon për toronadon e vërtet. Ja, këtu kemi vetëtimat. Po, vetëtimat. Kjo, siç e shihni ky njeriu, kjo quhet vallja hënës. Po. Shikoni. Pastaj kemi Shumë gjëra të ndryshme. Për shembull, kemi për ushqimet, për termometrin, për fishek zjarret, e shumë gjëra të tjera. Ky është një libër shumë i madh me 512 faqe, i cili ka shumë pyetje të ndryshme rreth botës dhe gjërave të ndryshme. Ky është emision një për sot, ndiqni edhe episodet e tjera. Mirupafshim.